Hello, sa po ka marrë pushimet nga kursi dhe tani jam 2 javë pushim, kështu që pse jo të shfrytëzojmë këto ditë pushime dhe mbi të gjitha kohën e bukur që kishim sot. Anja ishte në Kopësht dhe ne vendosëm që sot të bëjmë shopping. Ndalesa e parë ishte tek HM-ja, nuk e di, po më pëlqen shumë HM-ja. Më pëlqyen shumë fare këto atletet, por nuk ishte mas. Gjithashtu më pëlqeu shumë edhe ky seti, por edhe ky nuk kishte mas. Nuk ishte dita ime me fat sot. Dhe ndalesa tjetër ishte tek Zara, që nuk më pëlqeu asgjë përveç kësaj bluze së vogël për Anjën, që ja mora dhe mezi pres t'i shoh reagimin pastaj. Gjithashtu shkova dhe tek JD dhe më thoni se cilat mendoni se kam marrë nga këto atletet. Duke qenë se koha ishte yll e bukur edhe super e ngrohtë, u ulëm që të pinim edhe ndonjë gjë të ftohtë dhe kaq ishte shopping për sot. Bëjmë edhe pagesën, paguam 4 euro për 2 orë dhe unë harrova që ta filmoja, por që te Zara mora vetëm të parfumin e vogël. Ishte i ëmbël me pjeshk dhe e mendova për ta marrë në çantë në momentin që shkoj në kurs, edhe pse kam parfume. Dhe ndalesa tjetër dhe e fundit është që të merrnim Anjën te Kopshti, ishte bërë lyrë nga këmbat e koka. Dhe këtu është momenti kur unë i tregoj edhe bluzën. Prit pak. Happy! Të pëlqen?